Përshëndetje nxënës, po filloj me mësimin e radhës, tash kemi temën e parafundit, temat të cilat janë mjaft të lehta dhe ja për sot, sipas plan programit kemi para pa shpejtësia mesatare. Nëpërmjet këtij mësimi ju do të mësoni se ç'është shpejtësia si koncept fizik, si bëhet llogaritja e saj. Unë nuk dua të ndalem shumë, sepse këtë e keni përmend në fizik, mirë po vetëm të japim një trajtesë apo një interpretim matematikor të saj. Shpejtësia mesatare. Së pari po sqarojmë kuptimin shpejtësi qështë. Në konceptin shpejtësi, në kuptojmë një mallësi fizike vektoriale, e cila ka të bëjë me kalimin e rrugës në njësi të kohës. Çka i bie kjo ta interpretojmë pak më thellë? Kalimin e rrugës në njësi të kohës. De facto i bie kur rrugën e pjestojmë për kohën e kaluar dhe gjejmë shpejtësinë. Shpejtësia si objekt trajtimi apo si dukuri fizike e ka nxitur apo e ka sfiduar njerëzimin që prej paraqitjes së tij të parë historike e deri tani. Dhe gjithmonë lufta është bë që të arrijnë shpejtësitë më të mëdha të mundshme në tokë. Ju e dini se garat, vrapimet në atletik kanë të bëjnë me shpejtësinë, ai i cili është më i shpejt, ai merr vendin e parë. Ja sa për ilustrim të përmend Steven Bolden, i cili 100 metra i vrapon për më pak se 9.5 sekonda. Do të thotë se ai është për momentin njeriu më i shpejt në botë. Njerëzimi ka bërë lloj-lloj përgatitjes të ndryshme, lloj-lloj përpjekjes të ndryshme për të tejkaluar imagjinatën e tij. Kalimi i rrugës për kohë sa më të shkurtër ka qenë gjithmonë sfidë për njerëzimin. Në vitin 1977 në SBA u arrit shpejtësia rekorde në botë prej 1227 presi 986 km/h, që është një shpejtësi mjaft e madhe për ta konceptuar njerëzit e tillë. Mirë po këta arritën në përshkretira të mëdha. Sigurisht se te ne nuk ekziston kështu vende ku mund të arrihet kjo shpejtësi. Ç'është shpejtësia konstante? Ja një koncept paksa të cilën në fizikë keni përmendur, ne do ta përmendim edhe këtu pak. Kur një trup lëvizë me shpejtësi konstante, rruga e kaluar është në përpjestim të drejtë apo në proporcion të drejtë me kohën. Pra, edhe një herë po përsëris. Gjatë shpejtësisë konstante, kur një trup lëviz, rruga e kaluar është në përpjestim të drejtë apo në proporcion të drejtë me kohën. Ç'do të thotë kjo? Lëvizjen e automobileve po e paraqesim në një tabelë. Themi kështu. Në qoftë se një automobil për 1 orë kalon 60 km, për 2 orë do të kalon 120 km, për 3 orë do të kalon 180 km, për 4 orë do të kalon 220 km. Dhe tash, ku është kështu këtu, ku duket proporcioni i drejtë i kohës dhe rrugës së kaluar? Ja shihni, nga tabela bëhet rritja e kohës, njëkohësisht me rritjen e kohës bëhet edhe rritja e rrugës së kaluar. Pra, te shpejtësia konstante dhe një herë po përsërisim, rruga e kaluar është në përpjestim të drejtë me kohën. Por tash shtrohet një pyetje, a është e mundshme kjo? Nuk është e mundshme se gjithmonë fillojmë për shpejtësisë 0, pastaj fillojmë duke u rritur shpejtësia herë zvoglohet e kështu me radhë. Mirë po, sa për ilustrim të juaj, po përmend një shpejtësi konstante. Dhe ajo shpejtësi konstante është rrotullimi i tokës rreth diellit. Kjo është një shpejtësi konstante. Dhe këtë shpejtësi ne do të mund ta llogarisim, por këtë po e lëm për pak më në fund. Tash. Thamë se shpejtësi konstante nuk do të kemi, mirë po çka bëjmë? Gjithmonë llogarisim shpejtësinë mesatare. Shpejtësia mesatare paraqet raportin e rrugës dhe kohës. Ç'i bie gjatë udhëtimit
radhë herë mund të arrihet që të udhëtohet me shpejtësi konstante. Formula për njësimin e shpejtësisë mesatare është e barabartë. Shpejtësia mesatare e barabartë me rruga e kaluar thyje për kohën ose pjesëtim për kohën që e thamë në fillim, raportin e rrugës dhe të kohës. Ose shprehur në formulë kemi V e barabartë me S thyje për T. Dhe tash këtu thamë që do ta interpretojmë në aspektin matematikor. Shikoni ju lutem, shpejtësinë e shënoj me V të vogël. Nuk duhet ta shënoj me V, sepse me V do të na përzihet vëllimi këtu si koncept matematik. Dhe e dyta, shihni këtu te S-ja, te rruga është S-ja e vogël. Mirë po, pasi që kompjuteri nuk na i qet neve atë sën, si e mësuar ta bëjmë të shkrimit, edhe bëjmë këtë. Po keni parasysh se është si S-ja e shkrimit. Nëse kërkohet rruga ose koha, formulat janë. Pra shikoni, nëse kërkohet rruga, S e barabartë me V herë T. Por nëse kërkohet T-ja e barabartë me S thyje për V. Nuk e di, e keni përmendur në lëndën e fizikës, pak probleme keni pas për të mbajtur të trija këta formula. Mirë po, unë do të paraqes një argument i cili do t'ju ndihmoj juve gjithmonë të mbani këta formula. Si do të në një trekëndësh e ndajmë me një vijë paralele me bazën, pastaj trapezin e fituar e ndajmë edhe një herë, lart vendosim rrugën, anësh vendosim shpejtësinë, në pjesën tjetër të zbrazën, në trapezin tjetër kundrejt, vendosim rrugën. Dhe tash, shihni si do të bëjmë lidhjen. Kur e kërkojmë rrugën, rruga është e barabartë me V herë T. Kur e kërkojmë shpejtësinë, shpejtësia është e barabartë me S thyje për T. Kur e kërkojmë T, kohën, T e barabartë me S thyje për V. Ja, të gjitha këto formula dalin nga ky trekëndësh i paraqitjes së masive. Ja një shembull. Një veture i duhen 15 sekonda për të kaluar 80 metra. Njëso sa është shpejtësia e veturës. Pra shif, është dhënë koha, është dhënë rruga e kaluar, do me thonë kërkohet shpejtësia. Prej kësaj formule këtu, prej këtij trekëndësh, shikoni, V e barabartë me S thyje për T. Raporti i rrugës dhe kohës. Andaj çka do të kemi? V e barabartë me S thyje për T, aty ti e barabartë me 80 metra, pjesëtim për 15 sekonda, që i bie të jetë 5,33 metra në sekundë. Dhe tash, me siguri do të paraqitet një dilemë të ju, po arsimtar, ne shpejtësinë e shënojmë te veturat me kilometra në orë. Po, në orët e ardhshme, ne edhe këta, ose edhe ju mundeni vetë, këta metra në sekundë ti shënoni në njësi në kilometra në orë. Por, kur do të vijë njësi e ardhshme, së bashku do ta njësojmë. Për detyrë shtëpie, njësoni shpejtësinë e lëvizjes së tokës rreth diellit. Thamë është shpejtësi konstante. Si do ta njësojmë shpejtësinë e lëvizjes së tokës rreth diellit? Unë do t'ju jap pak sqarime, t'ju ndihmoj ta zgjidhni këtë detyrë. Megjithëse është detyrë hullumtuese, por ja vetëm pak sqarime të vogla. Për ta gjetur rrugën, ju e dini se toka rrotullohet në rreth diellit në trajektorë rrethore. Në qendër është dielli, ndërsa toka, ju e dini se është largesa e tokës prej diellit. E dini sa milion kilometra është. Prandaj, largesa e tokës prej diellit konsiderohet si rrezë. Dhe tash, për ta gjetur gjatësinë e lakorës apo të rrethit, duhet ta njësojmë perimetrin e rrethit. Pi herë rrezja në kat 2pi herë r, atëherë mbasi e dini sa është larguar toka, rrezja është ajo, e shëndoni me numrin pi dhe 2 dhe të fitoni sa kilometra bën toka për një vjet. Edhe tash, për ta gjetur se sa kilometra në orë është rrotullimi i tokës, vitin e shndrojmë në ditët në orë, dhe kështu në këtë mënyrë e gjejmë shpejtësinë mesatare të tokës. Kur do ta llogaritni, do të fitoni një numër mjaft të madh. Mos u habitni se ajo me të vërtetë është shpejtësia e rrotullimit të tokës rreth diellit. Ky ishte mësimi i sotshëm, nuk dua ngarkesë të madhe t'ju jap për shkak të testit. Mirupafshim deri në mësimet të ardhshme.